Shikoni se çfarë gjeta, Shikoni. Hidhës. A e dini se sa mirë bën hidhësi për trupin? Do t'i tregoj disa sekrete që duhet të dini. Së pari njerë do kap hidhësin, le të digjem. Edhe do t'ju them. E keni vënë re që hidhësi në qoftë se prek në trup të djeg, por në qoftë se ti e ha, nuk të djeg. Pse? E keni pyetur ndonjëherë veten? Do t'ju tregoj disa sekrete thash të hidhësit. Shiko, babi im bënte për ditë, po thuaj njërë një javë, çajra të ndryshme. Pra, një javë bënte çaj hidhësi, njëherë tjetër bënte çaj trëndafili, njëherë tjetër bënte çaj me si janë ato, me lule, lule mullage, me lule mullage, të thata, që se mbani mend ju kur ishim të vegjël ne mblidhim lule mullage. Dhe herë bënte me si quhen me kamomil. Pastaj fillonte prap nga e para. Dhe bënte gjithmonë çaj, por çaj më i mirë që thoshte se edhe me çaj rozmarine. Por siç thoshte baba im, çaj më i mirë ai thoshte që është çaj hidhësit. Pse thoshte këtë? Për ata që nuk janë të informuar, i mat ishte, le të themi, mjek popullor, e kishte marrë nga jati i tij, pra nga gjyshi im. Dhe bënte disa kombinime barnash, që e din të gjithë këtë të qoftë të llagatunit, por e din edhe më shumë larg. Ai bënte disa kombinime barnash dhe në fakt jetoi edhe pse kishte shumë probleme të trupit, sepse kishte probleme nga ato që shkaktojnë ushqimet, okay? Në fakt ai ju shkaktua leuqemia nga mënyra nga ushqimet e modifikuara, që ishte vërteta. Por ai shkoi 81 vjeç. Megjithatë, ai kishte këtë ritëm të këtyre çajrave të luleve. E kishte, po thuaj si thash, çdo ditë. Dhe ai pretendonte që çaji i hidhrës ose i hidhësit është më i miri. Pse? Sepse hidhësi ka një përbërës që modifikon disa enzima që ka, modifikon enzimat e njeriut. Bile krijon një kompleksitet brenda arterieve dhe bën që përveç qarkullimit i gjakut, e bën më të lirshëm, por ndihmon në problemet kardiovaskulare. Dhe jo vetëm kaq, por bën mirë për artritin, bën mirë për trurin, pra edhe për problemet me lëkurën dhe problemet tjera. Ne, ç'është e vërteta, e paranjej që ku i dinin të gjitha këto të vjetrit tanë. Sepse, okay, dakord, pin lëngje frutash, lëngje jeshilesh, apo lëngje apo çajra. Por ata nuk i pinin sepse ishin keq ekonomikisht. Sepse edhe kur kishin gjëra tjera, ata i pinin, sidoqoftë. Pikërisht pra, sepse ata dinin përbërësit që kishin këto, që kanë këto çajra. Në fakt, pleqët e moqëm, që se keni vënë re, postojemi se kalamajt vinë dhe përtasin, pleqët e moqëm i përdorin këto barnat në vend të ilaçeve që ne kemi sot. Dhe pyetja është si e dinin. Unë do t'ja u them, sepse kam bërë gjithmonë pyetje, por nuk e kam kuptuar që shumë njerëz thonë, okay, e kam me kalimin e kohës i kanë parë këto që kishin veti
të ndryshme për të shëruar ose për shëndetin e trupit. Jo. Për mendimin tim, të gjitha këto barnat vinë nga një tjetër civilizim. Nga një civilizim më i zhvilluar. Nuk e di nëse ishte civilizim njerëzor apo një civilizim tjetër që ishte shumë herë më i zhvilluar se njeriu. Këtë nuk mund t'ju përgjigjem, por jam i bindur 1000% që këto dije vinë nga një civilizim shumë herë më i zhvilluar se njeriu. Dhe njeriu me kalimin e kohës, pra me njeriu që njohim ne, pra po themi vitet 2000 vjet që jetoi njeriu, me këto histori që ne njohim, ai nuk ka shkruar asgjë kundi që i njihte këto barna sepse kishte bërë teste në laboratorike. Absolutisht jo. As që i përshtateshin këto barna sepse i mori, për shembull, siç bënte një kombinim barash i mat, 10-13 barnash për të shëruar Saraxhan, për shembull. Pra si i dinte? Pikërisht sepse vini nga një dituri tjetër që ndoshta ishte civilizimi i njerëzimit që arriti deri në kulmin e tij dhe pastaj u shkatërrua për të filluar prapë nga e para. Dhe ata i dinin dhe i lanë dhe i transmetuan në familjet e tyre brez pas brezi. Pra ky është mendimi im. Ose një tjetër civilizim që ishte më i zhvilluar se njeriu, që nuk ka lidhje fare me njeriu, dhe që ja fali njeriu duke i thënë që përdorni këto barna sepse ky barn apo kjo lloj metode ju shëron. Dhe unë di që babai im e kishte të shkruar këtë, ai dinte rreth 69 kombinime të ndryshme që për të shëruar. Pra 69 me barna. Ai shumë prej tyre kishte shkruar në përbllogje. Gabimi im që edhe joni është që nuk u thelluam për këto, sepse nuk i gjetëm në fund fare. Kur shkëputën familja që nga vendi ku ishim në një vend tjetër, pra në Vlorë, nuk u humën gjithë ato gjëra dhe më vjen keq për këtë, dhe një pjesë prej tyre ai kishin humbur më përpara, por dhe një pjesë prej tyre ai meqense i kishte në tru nuk i transmetoi tek fëmijët. E megjithatë ai tha një gjë të rëndësishme përpara se të ikte. Tha, po t'ishte se ja kemi thënë, dhe po t'ishte dikush nga ju tha që t'ishte më i apasionuar për këtë, unë do t'ja u kisha falur, bile do të tregoj edhe gjëra tjera më të rëndësishme nga këto. Megjithatë, doja thjesht t'ju kujtoja që hidhsi është tepër i rëndësishëm, dhe tani unë po bëj një shëtitje dhe shpresoj që edhe ju të bëni një shëtitje. Kalofshi një ditë të këndshme dhe shpresoj me diell.